Deri ditën e djeshme është vendosur në sheshin që mban emrin e Zai Fundos edhe busti i këtij personaliteti të jashtëzakonshëm të qytetit Korçës dhe të gjithë Shqipërisë. Vendosja e këtij busti ndjek dy vendime të Këshillit të Bashkisë. Vendimi i parë për dhënien e emrit të Zai Fundos këtij sheshin pedonale në qytetit Korçës dhe vendimi i dytë për vendosjen e bustit të Zai Fundos. Zai Fundos, siç thash, ka qenë një personalitet i jashtëzakonshëm i Korçës, megjithëse për fat të keq shumë pak i njohur. Ai ishte një intelektual, një patriot, antifashist dhe një njeri kurajos për të thënë edhe për të mbrojtur ato që ishin bindjet edhe idetë e tija. Është pikërisht fal kësaj kurajoje që Zai Fundoja ishte ndër komunistët e parë të Shqipërisë, por në të njëjtën kohë u bë dhe antikomunisti i parë në momentet kur pa nga eksperienca e Bashkimit Sovjetik që komunizmi nuk ishte ai i cili proklamohej në teori. Besoj që me vendosjen e këtij busti në qendër të Korçës ne i bëjmë nder kësaj figure historike, por në të njëjtën kohë nëpërmjet vendosjes të këtij busti ne edhe ju mësojmë historinë brezave të rinj, të cilët, siç thash, nuk kanë patur mundësinë që ta njohin edhe për faktin që gjatë periudhës të komunizmit kjo figurë u tentua që të lihej tërësisht në hije, në errësirë, apo edhe atëherë kur përmendej në konotacion negativ. Jam shumë i kënaqur që kemi mundur ta realizojmë. Është një projekt i cili është mbështetur edhe nga ana e kryeministrit, që dua ta falenderoj, edhe nga ana e deputetit Korçës edhe kryetarit të Parlamentit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi, dhe patjetër edhe nga ana e bashkisë, nga ana ime, si propozuesi për vendosjen e këtij busti.